Derit, fjalën e ka zot. Nuk e di sekretariati, a I ka mbajtë shënim dhe një 2 minuta kohën e deputetit Erion Malaj. E nëse se keni mbajtë, shkruajeni aty se kam dhe ato minutat e Erionit. Zoti kryetari I Kuvendit, me që parë nuk ma dhe fjalën për të konsumuar minutat e mia për t'ju përgjigjur Sali Berishës për akuzat që bëri, të paktën të kërkoja edhe ndjesën me mikrofon se tula gradat që ke, dhe preferove që në vetë ndjesës publike timës me mikrofon të dominojt cinizmi yt me mikrofon. Dua të kujtoj se fuqia e ndjesës dhe pa mikrofon është shumë më e fortë se sa cinizmi I kujdo në raport me kolegët këtu në këtë sallë. Unë e njoh rregulloren e Kuvendit, zoti kryetari I Kuvendit, edhe për shkak të përvojës time si deputet, edhe si kryetari I Komisionit Ligjeve, dhe kur ka çështje për diskutim me minutazh të përcaktuar, sigurisht nuk lejohet replika, por ama e drejta për të ndryshuar radhën me kolegët e mi të grupit parlamentar, në mirëkuptim me kolegun dhe me mirëkuptimin tuaj si kryetar Kuvendi, ekziston sipas rregullorës Kuvendit. Por ju nuk e patët këtë mirëkuptim dhe ke mirëkuptimin tim të plot, sepse nuk është kollaj të përballësh me një politikan si Sali Berisha, një dinosaur politik si Sali Berisha, që ka 40 vjet që mbijeton në politik me mjetet që ditë përdor më mirë. Intrigën, presionin, baltën, shpifjen, shantazhin, shto tani në fund edhe gradën shkencore non grata. Dhe se që të përballosh me këtë lloj politike, sigurisht nuk të vjen ndihmë rregulloria e Kuvendit përveç se rregulloria jote. Dhe mirë bëre. Tani pak fjalë për Sali Berishën se do kisha qejf të ishte këtu. Sali, sot më dhe një provë që ti e ndjek agjendën time politike dhe jam I bindur që më ndjek dhe tani. Më vjen mirë që më ndjek Sali. Më vjen mirë që ndjek në aktivitetet e mia politike, se me thënë të drejtën edhe unë të ndjeki në aktivitetin tënd politik, si pasqyrë. Por në fakt e ndjekim njëri tjetrin për qëllime të ndryshme. Unë të ndjek si pasqyrë për të parë veten që të mos jem në politik si ti. Kjo është arsyeja që të ndjeki. Tani kam edhe një thirrje miqësore. Sugjerim miqësor. Sali, çliroje mendjen dhe shpirtin nga dosjet. Sepse dosja jote është kaq e madhe sa çfarë do të shtosh aty nuk ndryshon më kur gjë. Ja ke vënë ka pak unë asaj dosje me titullin akademik non grata dhe kur s'ka bo fajde dhe ky titull ti nuk ke për të reflektuar më në këtë sallë. Harroje këtë muhabet. Dhe sa për dosje Sali, me u hap dosja jote, merr gjithë Shqipëria. Pasha zotin merr krejt Shqipëria. Por duhet ta dish një gjë Sali, se atje ku do të shkojmë të gjithë me radhë dhe lut zotin shkojmë me radhë, siç e ka shkruar zoti, po të perifrazoj një fjalë që vjen nga zona fisnike e Tropojës. Në këtë dynja cullak kemi ardhe, cullak do t'ikim. Nuk do t'i marrim dosjet me vete, atje nuk do t'na kërkojnë as dosje, as balt, as shpifje, as intriga, do na pranojnë siç jemi, siç kemi ardhur do t'ikim. Tani atje do shkojmë para Shëmpjetrit dhe do t'japim llogari për ato që kemi bërë me mendje dhe për ato që kemi ngarkuar shpirtin. Unë tani Sali nuk kam ndaj merak të madh të marr ndaj dosje me vete. Fare. Sepse jam gati që kur shkoj atje kur të mbi radha, t'i jap llogari për çfarë kam bë e për çfarë kam ngarkuar shpirtin dhe jam I lirë në mendje dhe në shpirt. Nëse ty të duhet dosja me e marrë me vete, kujdesu mos të të mungoj ndaj letër, se dhe mund të të kenë hum rrugës, e po t'u desh ndihmë, jam gati të të ndihmoj, që të shkesh me dosje tamam. Tani, për temën e ditës. Raporti, nuk e di, u konsumuan gjithë minutat?
Jo, s'du lëmosh, kryetar. Nëse kam minutat e Erion Malet, thu janë minutat e Erion Malet. Në të kundërtën lëmosh prej në shkeljet rregullorës nuk du. Sistemi aktivizohet në 30 sekondat e fundit. Kështu që keni 30 sekonda dhe 2 minuta dhe zoti Malet. Tani, për temën e ditës. Tani sot diskutohet një tolerim është rregullore. Sot diskutohet një raport për integrimin evropian që nuk e kemi shkruar ne për vete. E ka shkruar BE-ja për ne. Ne kemi bërë punën dhe reformat. Ata kanë monitoru dhe kanë mbajtur shënim çdo punë që kemi bërë. Dhe në atë raport është Shqipëria reale. Jo ajo Shqipëria që vizatoni ju për ditë në kokën tuaj. Shqipëria e Baltës, Shqipëria si shtet mafios, Shqipëria narkoshtet, Shqipëria autokracie kështu me radhë. Ka një Shqipëri tjetër reale, të mashme dhe të prekshme, si thot ai raporti aty. Se nëse ai raporti aty thot, sa i takon grup kapitullit për themelorët dhe piketat e ndërmjetme, kemi mbyll 92 hendeshje kritike, ky është fakt. Nuk është opinion, partije, është fakt. Por për te kësaj, nderuar koleg, unë kam një thirrje shumë miqësore për ju, se me një pjesë për jush kam vite që bëj politikë në këtë baltë. Nderuar koleg, ju bëj një thirrje që kur ta merrni fjalën këto foltore, sa herë flitet për integrimin, apo kur dilnin mediat ndërkombëtare për të folë në gjuhë huaj dhe të thoni që Shqipëria është narkoshtet, kuptoje që nuk godisni Edi Ramën, nuk godisni kryeministrin e Shqipërisë. Goditet biznesi shqiptar që kërkon investime. Goditet turizmi shqiptar që kërkon besim. Goditet studenti shqiptar që kërkon dinjitet në Europë. Goditet emigranti shqiptar që punon me djesht ballit e nuk e meriton të paragjykohet nga retorika e Baltës Kotsallë. Nderuar koleg, investitori huaj nuk dëgjon sherin ton partijak, këto gërmërët tona të brendshme. Ai dëgjon fjalën rrezik në Kotsallë, çdo ditë tente. Turisti nuk dëgjon debatin ton parlamentar këtu të brendshëm. Ai dëgjon fjalën pasiguri. Dhe këtë faturën, këtë sallë, nuk e paguajmë ne që jemi. E paguën ekonomia shqiptare, e paguajnë shqiptarët. Ndaj ju ftoj bashkohuni me 92% shqiptarëve sipas këtij raporti që duan Bashkimin Evropian. Ta lëmë ndasit i kemi për shumë çështje, por ta shpallim integrimin në BE, Biblën dhe Kuranin e çdo shqiptari. Dakor? Ta lëmë këtë. Faleminderit zoti Manja.